miti i jashtë zakonshmërisë amerikane u shkërmoq si asnjëherë më parë dhe para qytetarëve të Amerikës doli një Amerikë e cila me patjetër duhet të ndryshohej nga themelet e saj. Por kësaj radhe, me një përvojë njerëzore, e hapur për kritika dhe e barabartë për të gjithë të tjerët, së paku për aq sa vazhdimisht Amerika ka trumpetuar për respektimin dhe mbështetjen e të drejtave të popujve të ndryshëm. Paradoksi, megjithatë, është se kjo kritikë e tanishme nuk buron nga urrejtja ndaj kombit amerikan, ndaj shtetit të Amerikës, por kjo kritikë buron nga një dëshirë për ta shpëtuar atë nga iluzionet e veta të cilat i ka krijuar. Këto patriotizmi nuk është besnikëri më ndaj shkencës dhe mediave, por besnikëri ndaj ndërgjegjes dhe drejtësisë, për të cilën brezi i ri amerikan mendon se i ka munguar Amerikës. Nga kjo perspektivë mendoj une, Mamdani bëhet më shumë se sa thjesht një kryetar bashkie. Ai është mishërimi i një qytetari të ri amerikan. Një qytetar me një identitet universal, një pikpamje kritike, një pikpamje të ndryshme, një pikpamje e cila nuk pranon ngurtësinë dhe të veçuajturit i shenjtë në emën të mbrojtjes së Amerikës, por pranon kritikën dhe promovon kritikën ndaj çdo gjëje e cila i jep edhe qoftë vetëm shenjat e para se e meriton kritikën, në drejtim të promovimit të drejtësisë, të patriotizmit, por jo më të besnikërisë së verbër, siç është vepruar deri më tani në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pyetja bazë që do ta kisha shtruar këtu është: a u zgjodh Mamdani sepse ishte një përjashtim apo sepse ishte një pasojë? Sepse një brez i ri vendosi që politika nuk mund të lihej vetëm profesionalistëve, apo pati diçka tjetër që e shkaktoi këtë tërmet të pa imagjinueshëm deri ditë në politikën dhe jetën sociale amerikane. Fushata e Mamdanit, ata të cilët e kanë përcjell, a unë jam munduar që të jem brenda ngjarjeve që po ndodhin para ditës së zgjedhjeve, fushata e tij në bazë dhe me një organizim të shtrirë horizontal si asnjëherë më parë, nuk ishte thjesht një mekanizëm klasik, tradicional, zgjedhor, por ishte një eksperiment politik nga një brez që përpiqej të institucionalizonte etikën e protestës. Mbajeni mend këtë fjali. Një brez që po luftonte për të institucionalizuar etikën e protestës dhe kundërshtimit ndaj asaj, që ishte politike, që ishte si postulat dhe aksion dhe që konsiderohej e paprekshme. Amerika nga kjo perspektiv, unë e shoh se ka filluar të lëviz ngadalë nga pragmatizmi i interesit vetjak drejt etikës dhe ndërgjegjes gjithë popullore amerikane. Shihet se Amerika nuk po rishkruhet, po e përsëris për të dytën apo për tretën herë. Amerika nuk po rishkruhet në kushtetuta, por në rrugë aty ku po forcohen, po lindin dhe po
qesin shkëndia, narrativat, thirrjet, diskurset e reja dhe ku po zgjohet ndërgjegja e Amerikanëve. Pika kulminante e këtij zgjimi në këto sidomos 3 vjetët e fundit, unë mendoj se është pikërisht Palestina. Në te zemra e saj, Gaza heroike. Përse them kështu? Sepse Palestina si një pasqyrë morale e re për Amerikanët e rinj, erdhi si një zë që e zgjon nga gjumi të fjeturin i cili në ato momente as që mund të ndërronte dhe imagjinonte se po ndodh një gjë jashtë shtratit të tij. Nuk është e rastishme pra që ngritja e Mamdanit përkoi me luftën në Gaza. Kjo konvergjencë nuk është thjesht kronologjike, por është një bashkëveprim historik midis 2 plagëve kryesore. Plaga e ndërgjegjes amerikane, nga e cila janë lodhur vetë amerikanët, dhe plaga e njerëzimit që po vajton dhe po loton për Palestinën dhe në Palestinë. Lufta në Gaza, të nderuar, ju që më përcjellni mua vazhdimisht, sidomos ju. Lufta në Gaza ka zbuluar një përçarje të thellë dhe të pashembullt në shoqërinë amerikane. Nga njëra anë, një brez i magjepsur nga narrativat e aleancave të vjetra, ku justifikohet dhuna në emër të realizmit politik, dhe në anën tjetër, një brez i ri e sheh qëndrimin ndaj Palestinës si një provë dhe si një sprovë e ashpër e ndërgjegjes dhe e moralit të këtij brezi amerikan. Dhe natyrisht duke e shtruar pyetjen themelore për qytetarinë amerikane. A mund t'i qëndroj Amerika besnike vlerave të saj të deklaruara për dekada e për më shumë se një shekull, nëse e injoron drejtësinë për te i kufive të saj geografik? Edhe njëre po bëj këtë pyetje që ta mbani mend. A mund t'i qëndroj Amerika besnike vlerave të saj të deklaruara për dekada e për më shumë se një shekull, nëse injoron drejtësinë për te i kufive të saj? Përgjigjen e jep ndoshta para juve dhe këtu menjëherë. Kur? Vlera demokratike, vlera e fuqisë, e një superfuqie si Amerika varet krejt se çfarë qëndrimi dhe çfarë politika bën edhe jashtë kufive të saj. Palestina sot është bërë një pasqyrë që ekspozon pikërisht hipokrizin e cila e ka lodhur këtë brez të ri amerikan. Ata që mbështesin drejtsin qëndrojnë me palestinezët brenda Amerikës sot, ndërsa ata që justifikojnë vrasjen, gjenocidin, masakrat në Palestinë, tradhtojnë lirin amerikane që pretendojnë se kinse janë duke e mbrojtur atë. Tradhtojnë demokracinë në të cilën është thirr Amerika dhe tradhtojnë ndërgjegjen amerikane, ndërgjegje e cila për të gjithë njerëzimin ka qenë ëndër që të shihet apo të përjetohet në rast të ndonjë vizite eventuale brenda Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Sot gjërat kanë ndryshuar në themel. Ekrani televiziv është bërë një arenë e hapur politike, ku etika kryqëzohet me median dhe ku narrativat e ndryshme konkurojnë për legitimitete edhe atëherë kur nuk kanë të drejtë. Ekranet televizive
jo vetëm brenda Shteteve të Bashkuara të Amerikës, janë qëndruar në arena ku keqpërdoret e drejta e lirë e të shprehurit, keqpërdoret shprehja e lirë, keqpërdoret e drejta e gazetarisë, keqpërdoret e drejta e fuqisë së paras dhe e shtresave ndikuese në shoqëri dhe pikërisht nëpërmes ekraneve televizive, këto shtresa, këto forca destruktive në botë, dhe jo vetëm në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kanë filluar të bien nga drasat e historisë, por kësaj radhe shumë të turpruar. Andaj miq, një betejë e re, e fuqishme, si një tërmet nga brenda, ka filluar në zemër të vetëdijes amerikane. Një betejë e së vërtetës kundër hegemonisë dhe e ndërgjegjes kundër narrativave të fabrikuara dhe të ekspozuara sidomos nëpërmes ekraneve televizive, të cilat hapen, financohen dhe mbështeten nga shtresa të cilat i përdorin këto ekrane për t'i shtypur të tjerët, e në rastin më të lehtë për t'i mashtruar të tjerët. Në mes gjithë kësaj beteje brenda amerikane, Zehran Mamdani nuk është një zë i jashtëzakonshëm, por më tepër është një produkt i këtij transformimi moral. Është një mendësi dhe është një rezultat që ka ardhur nga përçarjet, nga ndeshjet, nga kacafytjet, e sidomos nga shtypjet e shoqërive të larta mbi ato më të ulta, e sidomos me ngjyrë dhe emigrante. Ky nuk është mendim i imi, të cilën jam zgjue nga zgjumi dhe hap dal këto para kamerës për ta thënë para juve, por është qëndrim amerikan i shtresave të shumta amerikane dhe të cilat për atë sa kam kohë mundohem t'i përcjelli dhe herë këto opinione ti ndaj edhe me ju.